Mas pari shumë bukur po tokësh, si një Barbie. Edhe të përgëzoj për motrën, për kurorëzimin e sotme, edhe do ashta me të pyet për emocionet se si ke. Emocionet janë shumë të mëdha zakonisht në këto raste. Sado që e di që motra po martohet me njeriu që e ka zgjedh vet, me një djalë perfekt, një dhëndër që nështë s'kisha ditë më të mirë me lyp, ashtu që e kam edhe motrën. Po prap emocionet sidomos janë kur marton motrën e vogël, se Agnesa është më e vogla jonë, e kemi princeshën e shtëpisë, edhe patjetër që emocionet mandej janë prezent. Sa është e zëshme normal tash me he martu motrën ma të vogël ose për prind ose si për juve? Po është një ndjenjë pak ma ndryshe thash, se na kemi diferencë moshe dhe Agnesën e majmen edhe krejt vogël, edhe kur ka lindë. Sa do që jo shumë nështë ta, po unë kam qenë 7 vjetë kur ka lindë Agnesa, qaq sa me mbajt men pak a shumë. Edhe është një emocion shumë i veçantë, po shqyqër për mirë. Unë e përgëzoj, inshallah me këtë lumë të ratë në botë për Agnesën, edhe normal që po që të fat njëtë se cila motër, edhe shpresoj që sa ma shpejt një bebe. Pa tjetër, ashtu e ka, e do në rendi. Martesa, miu, gjitha me rend. Po me rëndësi mbi gjitha të kenë shëndetjen, lumëturin, të shkojnë mirë ata me njëri tjetrin, edhe gjitha vinë mandej. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve.